Gjatë muajit janar janë shqiptuar gjithsej 15.943 urdhër pagesa për kundërvajtje në trafik. Prej tyre 3.683 shkelje kanë të bëjnë me mosrespektimin e shpejtësisë së lejuar të lëvizjes. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se për drejtim të pakujdesshëm të automjetit janë privuar nga liria 74 persona, prej tyre 67 për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, 1 për drejtim të automjetit në ndikimin e drogës edhe substancave psikotrope ose prekursorëve, 1 për drejtim të automjetit në drejtim të ndaluar, 1 për tejkalim të shpejtësisë e lejuar në zonë të banuar dhe 4 për tejkalim të shpejtësisë jashtë zonës së banuar. Gjatë janarit janë evidentuar 4.233 kundërvajtje për parkim të parregullt, 1.611 masa ndaj drejtuesve që kanë vozitur pa patent shofer dhe 474 sanksione për vozitje në ndikimin e alkoolit. Në përputhje me ligjin për sigurinë në komunikacionin rrugor, janë sankcionuar 16 motociklistë për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, 184 këmbësor, si dhe një drejtues i trotinetit elektrik. Gjithashtu, 1093 pjesëmarrës në komunikacion janë gjobitur për mosvendosje të rripit të sigurimit. Sipas ligjit për automjete, nga komunikacioni janë larguar 310 automjete të paregjistruara dhe 141 automjete për shkak të parregullsive teknike. Janë sankcionuar edhe 90 drejtues për mosrespektim të rregullave lidhur me rrësimin e xhamave të automjeteve, si dhe një drejtues për vendosje dhe përdorim të paautorizuar të pajisjeve me sinjale të posaçme ndriçuese dhe zanore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se kontrollet në trafik do të vazhdojnë, ndërsa pjesëmarrësit në komunikacion u bojnë thirrje që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.